Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin. Dua pak të ndaloj tek një situatë që natën e mbrëmshme ka ndodhur. Miri, Edisa dhe Gimbo kanë imituar apo kanë përqeshur, sepse nuk ishte imitim, kanë bullizuar Brikenën. Mënyrën se si Brikena qesh, mënyrën se si Brikena flet, mënyrën se si Brikena dëshiron të vjen tek publiku në këtë formë. Ato kanë imituar mimikën e syve të Brikenës se si Brikena i thot fjalët. Në fakt një shkrim i cili ka ardhur si reagim edhe nga familja e Brikenës. Tani, unë mendoj që Miri, thellë vetes së tij, është akoma i dashuruar në Selinën dhe ai pretendon që me largimin e Gimbos të fitojë marrëdhënien me Selinën, të fitojë ndjesinë me Selinën. Dhe nëse Gimbo apo ky Miri i bënte këto veprimet, i bënte vetëm për faktin që t'i del në mbrojtje Selinës, sepse Brikena dhe Selina ditën e djeshme patën një zënkë shumë të madhe. Dhe pas asaj zënke, Miri filloi që t'i bën këto veprimet. Unë mendoj që Miri dëshironte me këtë veprimin t'i tregon Selinës që unë jam në mbrojtjen tënde, nëpërmjet mimikës t'i merre vesh që të mbroj, por Selina ka një bindje të qartë për marrëdhënien e saj me Mirin. Ajo nuk është se ka krijuar ndonjë afrimitet, sidomos e shoh biles Selinën edhe shumë të prekur, sepse ajo ndoshta edhe mund të ndjehet e përdorur. Greta në Fan Club tha që Selina nuk ka ndjenja për Mirin dhe nuk ka pas ndjenja asnjëherë, Selin thjesht ka patur një strategji për të ecur përpara në lojë. Mirin e shoh shumë entuziast për ta goditur Brikenën, sepse dëshiron ndoshta t'i thotë Selinës që me këto veprime që unë po bëj brenda shtëpisë, po të mbroj ty. Tani lindën pyetja, a vazhdon Miri akoma të ndjen për Selin dhe a fillon Miri të çlirohet? Unë mendoj që Miri vazhdon të ndjen akoma për Selinën, pa marrë parasysh se si ka qëndrimet Selina, se si komentohet gjërat. Mirit nuk është se i pengon kjo gjëja dhe i bëhet shumë vonë, sepse pa marrë parasysh që përmendën familjen e tij, përmendën gruan e tij. Ky është opinioni im, është analiza ime. Miri akoma nuk është ngritur dhe t'i kërkon një falje bashkëshortes së tij për mënyrën se si u interpretuan gjërat jashtë edhe se si janë parë këto gjëra jashtë. Sepse po të mos kishte një transmetim të videos, po të mos kishte një koment nga ana opinionistëve, po të mos kishte komente nga banorët e ri që po futeshin në shtëpinë e Big Brotherit kundërdrejt Mirit direkt duke akuzuar për një lidhje, edhe mundeshte Miri të mos e mendonte. Por gjatë kohës kur ka, reagime të tilla, kur ka natyra të tilla të mendimeve, normalisht që Miri e kupton shumë mirë se si qëndron jashtë, por nuk reagon. Tani nga fakti që Miri nuk reagon, unë mendoj që Miri ka krijuar një logjik që pa marrë parasysh si do ndodhin gjërat këtu, kur do dal jashtë shtëpisë së Big Brotherit, edhe mund të nisë një diçka me Selin, sepse Miri dhe Selina, edhe pse ndodhi atë natë një ballafaqim shumë i madh, u transmetuan disa video ku Miri kishte folur për Selinën, nuk pati një sqarim mes tyre. I kanë lënë gjërat shumë në heshtje. Unë nuk them që nga ana e Selinës ka pëlqim ose ka ndjenjë, ajo ka më shumë pëlqim për Gimbon, por them që Miri ka një lloj pëlqimi dhe mundohet që ta jeton këtë gjën në shtëpi me Selinën.